Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio. Sali Berisha dhe Ulsi Manja ishin në qendër të vëmendjes për shkak të një debati mbi veshjen e tyre pak ditë më parë në kuvent, se kush vishet më bukur e kush i ka kostumet më të shtrenjta. Në debat e sipër se kush e ka kostumin më të mirë, të dy ofruan të hiqnin xhaketat e t'i nxirrnin në tavolinë. Ato kostumet ku i ke ti? Ku i ke ato kostumet e Çakut? Ju lutem zoti Manja. Ku i ke ato kostumet e Udo? Zoti Berisha vazhdoni fjalën. Jo, i ke fshe ato, i ke heq ato. Mos e personalizoni. I ke heq. I ke hequr ato. Ulu ato. I ke hequr. Ku i ke kostumet Altin Hajrit? Ku i ke? Ajo është mirë, mbaje. Ju lutem zoti Manja, uluni, ju lutem. Tani. Edhe respektoni kodin e veshjes, zoti Manja. Në lojë u fut edhe ChatGPT, të cilin Manja sigurisht e ka pyetur për diçka. E kam pyet ChatGPT, a ka qenë 500.000 euro Louis Vuitton? Ka thonë s'ka. Kush ta ka thonë Sali Berisha? Më ka thonë shipe se nuk është vetë. Tani çfarë tani? Do të po xhaketat dhe për kostumet, të sfidoj që tani. Unë jam gati këtë kostum t'i kam vesh, vija ty ke ti, ta nxjerrim xhaketën edhe ti dhe unë, dhe ti qenë për ekspertim tekstili. Se vetëm çapa jote, çapa e kostumit që ke, do 2.000 euro. Ka ca kohë që nuk e marrin vesh nëse parlamenti ynë është në Milano apo në Tiranë, sidomos me markat që na i thot blogeri i njohur, për të cilat duket se është i informuar mjaft mirë. Një çantë Christian Dior, por e vërteta është që çantat Christian Dior nuk janë më të kushtueshme. Hermes, Birkin, Bodega Veneto. Se keni pa ju, Louis Vuitton, shifri ju veç, vetëm fotografoni. I ftoj media t'ja u fotografojnë çantat ministrave. Nuk ka të ndalur, jo. Po zihej me dumanin për çantën Louis Vuitton. Se Ulusiu pasi ka marrë një pagesë të madhe shumë, i kërkon me dokumenta, i kërkon çunit të Londrës, edhe një çantë Louis Vuitton. Po i thot ai për ke do ti Ulusi këtë çantë tani që është e kërkon? Nuk po e them pastaj bisedën tjetër sa është intimitet familjar. Do ta zhvendosim debatin në një këndvështrim tjetër pak më të thellë, tashmë mes Taulant Ballës dhe Sali Berishës. Nëse Berisha lexon diçka më bukur, janë padyshim mesazhet sipas tij të dala nga aplikacioni Sky ECC, si ky i radhës që lexon. Dëgjojeni pak se ju drejtona ju, da upaj. Kishte të drejtë ajo bundra. Ajo është shoqja e tij. Jo bashkëshortja, po mos ta thamë këtu, Ju lutem zoti. Ja thamë emrin, di kush është ajo. Po s'do ta shuh. Kishte të drejtë thot Eriona, që është e hunit e elitarit, ajo që është delinkuente këtu, i thot asaj, kishte të drejtë ajo bundra. E jo them kush është, po. Nuk duaj toleruar që në fillim, aty ku do shkoj ai do t'ja djegin letrat me benzinë. Rëtançela, se bundra luan edhe me taon. Bundra, din vetë kush është. Okej, faleminderit zoti Berisha, fjalën e ka kërkuar ministri Gogu. Ministri Gogu. Nuk mungoi edhe përgjigjja e Taulant Ballës, sigurisht nga një këndvështrim tjetër. Tifozët serb, kur donin na shanin, na thirrnin Sali Berisha, Sali Berisha. Dhe ja ka treguar një gazetar që ishte pranë meje. Ja tregoi dhe e morim telefon dhe i thot, "Mo doktor, thot, çka kanë këta tifozët serb që thirrin emrin tat?" E thrasin se Saliu është dhëndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi. Presim se çfarë do të ndodh nga episodi i radhës i serialit Bundra. Në fund të muajit nëntor, episodi i radhës në Top Albania Radio. Diella është në pritje të ëmbël. Po, pas lajmit që mori dhënë se do të kishim një ministër të inteligjencës artificiale, akoma më i shpejt lajmi se ajo ka mbetur shtatzën. Madje,
I ashtu quajturi babai I saj, kryeministri Edi Rama, tha se ajo është në pritje të plot 83 fëmijëve. Ju detyrohem ju që ndaj për herë të parë që djela është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë që do të shërbej si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antarët të parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa I takon legjislacionit të BE-s e gjithçka tjetër. Po me që Rama mori përsipër atësin, kush është burri vallë? Ky deputeti I Partisë Demokratike Sajmir Koreshi si dyshim duket referuar disa deklaratave të disa ditëve më parë. Ky është një djell për djell, me që shoku kryeministri ka filluar tallet me shqiptar, ne gjetëm dhe burrin, që do shkonte me kalamar. Nikosisht ka marrë dhe me palë me vete. Çfarë dhuratë është? Po tjetër që dhuratë pa nutë nuk vetë pa dhuratë, po do një hap. Pa me pas ka qenë. Djella gjithmonë pa. Është blok baterie kur tikin dritat. Urdhë ta ketë djella që të mos rri asnjëherë, mos vi vërdall rrotollamja. Do ja kërkoni dorën kryeministri ka fut gjithë edhe vetëm. Do ja kërkoni dorën Ramës për diellin, sa jemi në diskutosh, merr vendime, sipas dekretit shokut Barom, aty do kërkojnë diell. Ja pra që gjërat marrin kuptim. Zoti Koreshi duhet I japi sqarime. Ore, me gjithë ju deputetët, si do ndjeni tani që djella do pjelli 83 dobiç? Që thaj, si do ndjeni ju që do të zëvendësoj? Jo për gjë, po su bëj gjë me atë mlesërin time si u s'ka qellur akoma. Diskutimet për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës vijojnë të jenë të nxehta me kandidatët që po vijojnë fushatën e tyre pavarësisht se kur do të mbahen ato. Për kandidatin e pavarur Florian Binaj të mbështetur nga opozita, Rama pati një reagim. Këneta është kaq e dëshpëruar sa për Tiranën ka nxjerrë një aktor humori në rolin e një kandidati qasme të pavarur, që për vitet tëra I ka bërë për të qeshur të gjithë pa dallim, madje edhe vetë Kongresin e Partisë Socialiste e ka shkrirë gazit kur ka ardhur një herë për të luajtur rolin tim. Prandaj unë nuk e gjykoj hiç as fare keq aktorin për rolin e ri që ka marrë, se aktorët atë punë kanë, me role jetojnë. Edhe Taulant Balla pati një fjalë në kuvend. E fundit që kam se të pash në një fotografi zoti Kliçi që ishte bashkë me dikë tjetër. Ore, pse mbani fshehur këtë kandidatin? Pse takoni natën me këtë kandidat në bashkisë? Takoni mos ditën, ju vjen kandidati natën nga partia se ka frikë të shfaqet kandidati me ju. Takojeni mër kandidatin, dilni bashkë me kandidatin që është kjo punë. Ka frikë kandidati, kujton kandidati se është në një rol të portokallisë. Edhe I kanë thënë mos dil me regjizorin. Të gjitha këtyre ju përgjigj një ish kandidat për Bashkinë e Tiranës, I cili nuk I ka humbur ende shpresat. Që u bë temë diskutimi, kandidati I shkëlqyer, cilin ka vendosur të mbështesë gjithë opozita e bashkuar, Florian Binaj, që jam I bindur që deri ditën kur do të vendosni a do të ketë votime, a do të ketë zgjedhje apo jo në Tiranë, se e keni të lidhur në mënyrë të pashmangshme fatin e zgjedhjeve me ditën e nesërme në vendimin e gjykatës kushtetuese. Jam I bindur që dhe një pjesë e mirë e grupit Partisë Socialiste do votojnë për Florian Binaj. Për shkak të asaj që ju bë dhe zoti Braçi kanë përshtypjen ti do jesh nga ata votuesit e heshtur, se je edhe një njeri që të shqetësojnë problemet e Tiranës, edhe të shoh që bën opozitë në Tiranë pas asaj tragjedie dhe katrahure në cilën e la Tiranën banori më I fundit I burgut Durrësit. Vetëm Sali Berisha I jep zgjidhje kësaj. Bir Selmani Nans, cilin të qaj më farë. Spaku përfundimisht është bërë tapeti I kuq I Hollywoodit shqiptar. Mund të jetë vendi që e frekuentojnë personat më të rëndësishëm politik dhe jo vetëm të vendit, dhe her pas here lënë edhe yllin e tyre aty. Më e fundit e cila bëri paraqitjen e saj ishte zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Atëherë përshëndetje të gjithëve, në respekt të plot të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim.
Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Shumë faleminderit. Shumë politikisht korrekt zonja Balluku, ndërsa se sa korrekt ka qenë me akuzën e saj abuzim me tenderat, kjo mbetet për tu parë. Ajo akuzohet për abuzim me tenderat lidhur me projektin e tunelit të Llogaras. Gjyqi i ankimimit të kryebashkiakut Erion Veliaj për shkarkimin e tij në gjykatën kushtetuese ishte një nga eventet e javës që lan pas. Një gjyq i cili u transmetua online si në disa prej seancave më të mëdha në Shtetet e Bashkuara kundër yjeve të Hollywoodit ose zyrtarëve të lartë. Madje, do guxonim të thonim që ky lloj gjyqi drejt për drejt nuk kishte ndodhur ndonjëherë, saqë shërbeu edhe si informues dhe edukues për qytetarët. Mira persona u afeksionuan duke parë se çfarë ndodh në një sallë gjyqi. Kryebashkiaku Veliaj, dukshëm me shumë kilogram më pak, duket se nuk e ka përjetuar mirë periudhën në burg. Ende nuk ka një vendim, ndërsa publiku pret me poaq kërshëri episodin e radhës.